Përshëndetje nderuar shikues dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se nuk e ka dekretuar antarin e dytë të Partisë Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pasi partitë politike i kanë propozuar më shumë antarë se sa që i parashek kushtetuta. Lëvizja vendosje dërgoi 3 emra në presidencë, PDK-2, kurse partitë e tjera parlamentare nga 1. Ajo tha se kjo ishte arsyeja pse për këtë çështje ju drejtua gjykatës më të lartë në vend, pasi kishte dilema për dekretimin e një antari, për cilin sipas saj kanë pretendime Lëvizja Vetëvendosja dhe PDK. Për shkak se janë kërku 3 nga vetëvendosja janë emru vetëm 2, janë kërku 2 nga PDK-ja është emruar 1, për shkak se ka më shumë propozime se sa që i lejon kushtetuta. Dhe me qenë se kjo çështje deri tani nuk është sqaruar nga gjykata kushtetuese, kam kërkuar që ta sqaroj atë, mirë, por ky rast është ngritur mbi një bazë tjetër ligjore, jo mbi të njëjtën që është ngritur në raste të mëparshme, qoftë nga ish presidenti Thaçi, qoftë nga ana ime, se kjo çështje ka qenë e paqartë përgjatë viteve për secilin president në fakt, dhe shpresoj që më në fund gjykata ta sqarojnë. Momentin që sqarohet, vijohet me emrime. Tani e kemi ngritur rastin mbi një bazë tjetër kushtetuese, pra nenin 113 të kushtetutës, dhe shpresoj shumë që gjykata do ta japë përgjigjen. Pra nuk është që vetëm një antar i PDK-s nuk është emruar, edhe një i VV-s nuk është emruar. Koalicioni organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve, Demokracia në Veprim, ka kundërshtuar vendimin e presidentës për ta referuar në gjykatën kushtetuese çështjen e emërimit të antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas DNV-s, ky veprim rrezikon të vonojë kompletimin e këtij institucioni në një moment kur funksionaliteti i tij është thelbësor për integritetin e proceseve zgjedhore. Në reagim thuhet se përbërja e KQZ-s është e përcaktuar qartë me kushtetutë dhe ligj përmes një modeli strikt të përfaqësimit që nuk lidhet drejt për drejt me rezultatin zgjedhor apo peshën politike të subjekteve. Ka të drejtë vetëvendosje që në KQZ të përfaqësohet me 3 antar, apo PDK-ja që po kërkon të mos mbetet me vetëm një antar në KQZ, nga sa është partia e dytë me votat e 28 dhjetorit. Në këtë temë flasim drejt për drejt me ish gjyqtarin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa Hasan Shala. Përshëndetje, zoti Shala. Përshëndetje. Atër, zoti Shala, si e vlerësoni ju këtë situatë të rejtë krijuar për përfaqësimin e partive në KQZ dhe a ka bazë ligjore dilema mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe PDK-s? Po fillimisht desha që të them se KQZ është institucion i pavarur, i themeluar me kushtetutë dhe përbëhet prej 10 antarëve të cilët përfaqësojnë partitë politike dhe ne antarë kryesuesi që zgjedhet prej gjykatës supreme dhe apo i gjykatës apelit. Sipas kushtetutës dhe sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, 6 antarë janë të garantuar për grupet parlamentare të komunitetit shqiptar, që do të thotë, nëse janë 6 grupe, atëherë të 6-at e fitojnë nga një vend në KQZ si antarë si përfaqësues të partive politike. Mirë, po në këtë rast ne i kemi 4 parti politike dhe janë 6 vende të siguruara. Mirë, po unë mendoj se nuk ka të drejtë VV-ja që ti ketë 3 antarë, nga se atje nuk përcaktohet sa kanë fitu vota me përqindje, po përcaktohet janë të barabartë të gjitha partitë politike. Këto të 4 janë të barabarta. Mirë, po me qenë se tash kemi 2 vende të rezervuara nga 2, atëherë 2 pozita do t'i merr apo 2 përfaqësues do t'i ketë VV-ja dhe 2 përfaqësues PDK-ja. Pra, sipas përvojës suaj në PZAP, është e qartë kushtetuta sa i përket numrit të antarëve që mund të propozojnë partitë politike. Por pse tani erdhi ky propozim i Lëvizjes Vetëvendosje që të ketë 3 antarë? Po shqyqë tash, janë ato që këto partitë politike dhe janë duke luajtur disa lojra të cilat unë konsideroj që nuk janë të shëndetshme për demokracinë në Kosovë. Mirë, po këta me qëllime të caktuara i bojnë këto probleme, kështu që tani edhe presidentin e kanë qitë në pozitë e cila nuk e ka atë guximin e vet profesional dhe të vendosë lidhur me këtë çështje. Mirë, po edhe ligjat duhet ta kemi të qartë, se edhe presidentja është kompetenca e presidencës është e kufizuar, nga se këtu ka vetëm kompetencë formale, domethënë vetëm është që ai më plotsu kushtet për kandidat, apo jo për të zgjedhur
kryesitë e KQZ-s e nuk ka kompetencë substanciale që dërsoj sa dhe qysh. Për këtë arsye mendoj që edhe presidentja në një bazë ka arsye që ka dërgu këtë vendim apo këtë dekret, pse nuk e ka dekretuar një kandidat, për shkak se këtu i kemi nënë kandidat të dekretuar nga presidenti, vetëm një mungën. Kështu që besoj që edhe gjykata kushtetuese për këtë çështje ka dhënë disa herë dhe disa mendime, por konsideroj që këtu nuk ka nevojë me hum kohë shumë, edhe ajo në shumë shpejt do të jap edhe verdiktin e vet lidhur me këtë çështje, dhe një herë për gjithmonë të sqaroj se kur kemi të bëjmë me anëtarët e KQZ-s që këtu në vendet të rezervuara, po marrë parasysh se sa vota i kanë fituar, përqindjen e votave që i kanë fituar në zgjedhje. Pra, nuk ndërlidhet me numrin e votave Ja. që marrin partitë politike. Sigur t'i kishim 3 parti politike, cilat grupe parlamentare që kanë fitu parlamentin. Të treja do ta kishin marrë nga 2 kandidat, do të përfaqësoheshin me nga 2 kandidat në KQZ. E tash rastin konkret, vetëm këto 2 të para, nga se nuk kemi më tjera. Po, dhe a ka pasur precedent të ngjashëm në të kaluarën për këtë çështje dhe si janë zgjidhur ato? Jo, po këtu kanë qenë qarta, shumë qarta, mirë, po me qenë se po sjellin dyshime rreth zbatimit, atëherë se kjo është shumë e qartë, dhe dispozita si në Kushtetutën e Kosovës, ashtu edhe në ligjin për zgjedhjet shumë qartë i ka përcaktuar këto, se thotë 6 grupet parlamentare, cilat kanë fituar zgjedhjet, kanë përfaqësim nga një kandidat. Domethënë janë të barabartë të gjithë. Dhe gjitha dilemat përfundimisht do të zgjidhen edhe nga vendimi që do të marrë gjykata kushtetuese, me që kjo çështje tashmë është në këtë gjykatë e ka dorëzuar presidentja, a do të marrë kohë kjo lëndë sipas jush? Unë shpresoj që nuk ka nevojë të merr kohë shumë, për shkak se edhe është koha që domosdoshmë duhet në mënyrë shumë shpejt të vendosë gjykata dhe nuk është çështje që është komplikuar, nga se kemi edhe një përvojë tillë lidhur me këtë çështje. Se disa herë dhe gjykata kushtetuese ka dhënë disa sqarime, por nuk ka marrë vendim. Dhe a mendoni se vonesat në emërimin e anëtarëve të KQZ-s mund të ndikojnë në proceset zgjedhore në vend, pasi që jemi në një proces i cili shumë shpejt mund të futemi në zgjedhje të parakoshme? Sigurisht, nëse nuk zgjedhen derisa kemi 31 marsin, kur do të ndërprehet apo do të përfundon në masa përkohshme e përcaktuar në dekretin e presidentes dhe të pezullimin e punës së parlamentit, atëherë nëse dekreti shpallët i kushtetues, aty menjëherë nga data 31 apo i pari do të fillon afati për KQZ minimumi 30 ditë që i ka të siguruar me kushtetutë dhe me ligj që afati të për zgjedhje 30 ditë apo më së largu 45 ditë apo prej 15 muaj. Po, Zdishala, nëse gjykata eventualisht gjykata kushtetuese do të vendoste në favor të lëvizjes vetëvendosje, a do të ndikonte kjo në balancën politike brenda KQZ-s? Jo, për shkak se kjo jenë përcaktuar në bazë zgjedhjeve të cilat kanë qenë të 28 dhjetorit. Prandaj nuk mundet me luajtur, për shkak se menjëherë parlamenti do të fillojë vazhdon punën aty ku ka mbetur, nëse konsiderohet se dekreti i presidentit është kundër kushtetues. Po, dhe ndërkohë pra kanë mbetur më pak se një javë kur gjykata kushtetuese do të duhet të delte me vendimin për dekretin e presidentit Osmani, nëse vendimi konstaton se presidentja veproi sipas kushtetutës, vendi pastaj do të shkojë në zgjedhje. A mendoni se KQZ-ja është e gatshme që shumë shpejt të organizojë edhe një palë zgjedhje? Presidentja menjëherë nëse vërteton në gjykata kushtetuese se është dekreti kushtetues, menjëherë duhet i ftoj partitë politike dhe të caktoj datën e mbajtjen e zgjedhjeve. Ajo nuk mund të caktoj datën para 30 dite apo pas 45 dite, që do të thotë kjo është afati kushtetues. Edhe KQZ-ja duhet të përgatiten, për shkak se ky afat është ligjor, duhet të përgatitet që ka minimumin 30 ditë. Andaj këtu nuk mund të diskutohet, por vetëm mund të diskutohet data prej 30 ditë deri në 45, ku do të merret vesh presidentja me parti politike për të caktuar ditën e zgjedhjes. Dhe sa do ta dëmtonte këtë proces mos emërimi i këtyre 2 anëtarëve, edhe këtij anëtarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve?
Jo, këtu, më njëherë si të vjen vendimi nga una e gjykatës kushtetuese, presidentja më njëherë do të veproj, ose do t'ja caktoj kandidatin e tretë BV-s, apo do t'ja caktoj kandidatin PDK-s të dytë, që unë shpresoj kjo do t'jetë e dyta, nga se duhet t'i ketë të dytë nga dy përfaqësues në KQZ. Si BV-ja ashtu dhe PDK-ja. Dhe opcioni tjetër, nëse gjykata shpall vendimin si kundër kushtetues, pra dekretin e shpall si kundër kushtetues, do t'jepet afat edhe 2 muaj vetëvendosjes për të zgjedhur presidentin. A mendoni se do të gjendet konsensusi mes partive politike për ta tejkaluar ngërçin politik, apo përfundimisht vendi mund të shkojë në zgjedhje pas 2 muajsh? Po shqo, kjo për partitë politike jenë barikadu. Kjo lëvizja vetëvendosje nuk ka dëshirë me pas konsensus, apo nuk din me lidhë marrëveshje me partitë politike. Qërsa partitë opozitore jenë barikadu dhe nuk do t'ja bojnë forumin për president. Kështu që atër kjo ngërsh është thuja si qëllim nga ona partive politike, por besoj që këtu edhe gjaroditëshin që do t'i jipet nese, po të supozojmë që gjykata kushtetuese do të ketë, atëherë këtu 60 ditë, pas 60 ditë, duhet të caktohen ky afati për 45 ditë. Kjo është përcaktuar, po unë nuk besoj që do të ndodhë kjo, unë besoj që qysh ne me 1 prill na do t'jemi në fushat zgjedhore. Po, Zyshala, a po kërkohet pa drejtësisht nga gjykata kushtetuese që për secilin problem politik të tentohet të zgjidhen problemet përmes gjykatës kushtetuese? Kjo është bërë një praktike keqe nga ona partive politike, se çdo gjë se cilën nuk i përshtatet ata kontestojnë në gjykatën kushtetuese, që është një praktikë jashtëzakonisht e keqe. Çdo dispozitë që është në kushtetutë, atje është e përcaktuar asoj që nuk e përcakton çdo gjë Kushtetuta Kosovë, pikërisht për këtë nxjerrën edhe ligjet, nxjerrën udhëzimet administrative në frymën e kushtetutës. Për këtë arsye se si po kërkojnë këto parti politike, atëherë duhet ta kishim një kushtetutë e cila do të kishte diku paraferësisht 10.000 nene. E ku në botë nuk ka ashtu, përveç se te ne kështu tani kërkohet. Po, Zyshala, të falenderoj shumë për këto sqarime që dhatë për teleshikuesit tanë. Në ndërqofshi. Bisedua me ish gjyqtarin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa Hasan Shala. Do të vazhdojmë tutje me materialet të tjera. Kryetarja Kuvendit Albulena Xhiu tha se do të bëjë gjithçka që vendi të mos shkojë në zgjedhjet parakoshme. Ajo ka kërkuar nga gjykata kushtetuese që sa më shpejt të dalë me një vendim për dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit. Ajo përsëriti se i njëjti është jo kushtetues, derisa shtoi se janë në pritje për hapat e mëtej. Uroj që sa më parë të kemi një vendim në raport me dekretin e presidentes Osmani. Kurdo që ky vendim të del, natyrisht që është e rëndësishme që ta shohim atë, ta kuptojmë atë dhe pastaj të veprojmë në përputhje me përgjegjësitë. Unë, si kryetare Kuvendit, do të bëj gjithçka që është në dorën time dhe në përgjegjësitë e mia si kryetare Kuvendit që vendit të mos shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjejmë një rrugë të përbashkët, që ta kemi një qëndrim të përafërt dhe ta kemi një konsensus në raport me zgjedhjen e presidentit, sa unë kam parë qëndrimet edhe të vetëvendosjes, edhe të shpalosura gjatë kësaj kohe, me ftesat që kryeministri Kurti i ka bërë edhe kryetarëve të partive opozitare, është një shprehje interesit, shprehje e vullnetit, prandaj është rëndësishme që ky vullnet të ekzistojë nga të gjitha palët. Është rëndësishme sepse kemi shumë punë për të bërë, pra nuk mendoj që është koha që të bëjmë lojra politike apo të kemi inate. Uroj që ta kemi një zgjidhje deri atëherë. Do të ishte shumë mirë që deri më 4 prill të kemi president të zgjedhur me mandat të plotë dhe jo ushtrues të detyrës së presidentit apo presidentes, por natyrisht që varësisht nga rrethanat unë do t'i adresoj përgjegjësitë e mia. Deputeti i PDK-s Xhavit Haliti tha se vullneti partive opozitare është që vendi të shkojë në zgjedhje për të dalë nga blokada për zgjedhjen e presidentit të ri.
Por sipas tij, partitë politike duhet të presin vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një bisedë për Radio Televizioni 21, deputeti Haliti tha se lëvizja vendosje dhe opozita duhet të kenë vullnet për gjetur një emër të përshtatshëm për president i cili do të zbatonte në përpikëri kushtetuesen. Bisedën e zhvilloi Burim Zariçi. Do të alitin e pritjet vendimit gjykatës kushtetuese, por PDK-ja dje pas një mbledhje të kryesisë tha që zgjedhjet janë zgjidhja në këto momente. Po tani, vullneti partive opozitare është publik, që të shkojmë në zgjedhje, por ajo që është në rëndësi është vendimi i gjykatës kushtetuese dhe mendoj që me deklarata nuk është mirë ose që duket që po i bën dikush presion gjykatës kushtetuese. Sidoqoftë, tani duhet me pas se çfarë vendimi po nxjerr gjykata kushtetuese dhe pastaj shohim më bëjmë. PDK-ja e zbaton secilin vendim gjykatës, e keni thënë edhe më parë. Por secilin verzion, qoftë edhe nëse jep të drejtë 60 ditë për zgjedhjen e presidentit apo që vendi të shkojë në zgjedhje jep të drejtë dekretit presidentes? Shiko, unë kam një dilemë këtu personale dhe ndoshta logjike. Populli e thot një fjalë, thot kush është i pari, pula apo veja? Tani, presidentja e ka kry mandatin, që është e vërteta. Kemi pas një praktik më herët të shkarkimit të presidentit të Kosovës ose dhënjes dorëheqje me variantin për shkelje kushtetuese po ta diun. Në praktikat në vendet demokratike, parlamenti nuk shkarkohet. Parlamentin ne kemi bërë 2 herë ose 3 herë kemi vetë shkarkuar. Ne kemi votu për të shkarkuar parlamentin. Nëse parlamenti e jep mandat presidentit vendit, ose presidentës si është tash, atëherë si pas ka mundësi që presidentja ta shpërndaj parlamentin në fund mandatit. Pra kjo është një dilemë personale imja dhe unë mendoj që 120 deputet kanë marrë mandatin e qytetarëve që i kanë votu dhe në qoftë se merr një vendim të tillë ose siç e fillon e ka qenë një praktikë kur Ilir Meta në Shqipëri i ka shpall zgjedhjet një herë duke qenë president dhe s'ja ka hu veshin askush. Tani është një problem të cilin duhet ta zgjedhë gjykata kushtetuese dhe jo ne me deklaratë. Vetëvendosja apo Albin Kurti synon që të zhvillojnë ndërkohë biseda me subjektet politike sepse sipas tyre ka ende kohë për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Besoni në këto negociata, në këto takime sërish për zgjedhjen e presidentit ndonë se dështoj brenda afatit kushtetues? Vullneti për ta zgjedhur presidentin i vetëvendosjes në variantin e një marrëveshje të mundshme me partitë në opozitë ose me Partinë Demokratike ose me Lidhjen Demokratike ose me të gjitha njëherazi është e mirë sepse i ka përcejmë disa probleme me të cilat jemi duke u ballafaqu mungesë institucioneve dhe nuk është kohë e shkurt, është më shumë se 1 vjet që kemi përplasje të tilla. Ajo që do duhej me qenë vullnet i Kurtit edhe opozitës është që tulemi bashkë në tryezë, që të kemi disa emra në shqyrtim, aty në tryezë dhe të gjejmë një emër më të përshtatshëm, jo kukull, por një emër që i din kompetencat e veta si president i vendit dhe që zbaton kushtetutën e Kosovës dhe nuk bën fushata për veten e tij. Presidenti është apolitik në këtë rast në momentin që e merr funksionin në raport me partitë politike, edhe nga cilat do parti që shkon. Prandaj është mirë me diskutu. Nuk kisha me thonë se kush duhet të jetë. Ndoshta kanë shumë dëshirë për të qenë president, sepse është vend një pozitë e dëshirueshme për shumicën e njerëzve që fundit kanë ambicie,
Por ajo që është me rëndësi për presidentin e vendit është që të jetë vërtet ai që e përshkruan kushtetuta. Pra, PDK dëshiron një kandidat i cili do t'jetë jo partijak, sipas kësaj që po kuptohet. Jeni të gatshëm të heqni dorë nga një kandidat jo partijak, apo... Nuk po them kandidat jo partijak, unë po them, sepse kandidati jo partijak jashtë për OJQ, nuk është për president vend, ose kandidati jo politik. Kandidati duhet ketë garancion për pak a shumë, të kenë një farë besimi, edhe partit opozitare, edhe partia vetëvendose që ka shumicën, dhe të zgjedhët. Ne nuk kemi kandidat deri tani, nuk kemi prezentu një kandidat, ndoshta kanë pretendime, edhe brenda Partisë Demokratike, edhe brenda LDK-s, edhe brenda partive tjera, por me rëndësi është që të presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe është shumë e domosdoshme që ne e kemi gojën plot kur themi që po dojmë me hyjë në Bashkimin Evropian, jemi pro-amerikan dhe të gjithë kanë të njëjtin mesazh. Zgjidheni presidentin dhe filloni me punë. Si përfundim, zotë Haliti, është vendi pashmangshëm duke shkuar drejt zgjedhjeve, duke e ditur që kanë dështuar negociatat për marrëveshje politike, duke e ditur që vetëvendosje kishte 2 kandidat partijak që vinë nga lëvizja vetëvendosje, edhe nëse kushtetuesja e jep kohë ende shtesë për zgjedhjen e presidentit. Po, nëse kushtetuesja e jep, atëherë vendimi i gjykatës kushtetuese duhet zbatohet nga gjithë. Por nuk e di vendimin e gjykatës kushtetuese sepse akoma s'ka marrë vendim. Por mund të zgjedhet edhe brenda 60 ditë një zgjidhje, të gjendet një zgjidhje për këtë çështje duke i ditur këto qëndrime? Duke i ditur, tani kandidati që pas përfundimit mandatit të Vjosës vjen në mënyrë automatike kryetari i kuvendit. Dhe ai e zaventson presidentin dhe ai njeh procedura. Në qoftë se deri atëherë nuk bëhet një zgjidhje edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe me vendimin e partive do të thoja ose grupe parlamentare. Domosdoshmërisht është për të gjithë që të përpiqemi ta evitojmë zgjedhjet e reja. Për shumë arsye, por nëse kjo bëhet, atëherë gjithçka fillon nga e para dhe procesi deri mas zgjedhjeve, deri në konstituimin e kuvendit, presidenti i vendit metet Albulina Haxhiu. Nëse jo, atëherë e vazhdojnë punën dhe ne zgjedhim një president dhe vazhdojmë si institucion. E gatshme për zgjedhje është PDK-ja? Po për zgjedhje në qoftë se duhet me hyrë në zgjedhje, pse kemi vetëm i rregullojmë disa emra. Nuk është problem për me hyrë në zgjedhje, nuk është problem a je i gatshëm sepse në qoftë se t'imponohen zgjedhje, në qoftë se ka zgjedhje ti duhesh me hyrë në zgjedhje. Puna është që ti duhesh me pas një analizë për veten tonë. Ku je, ku do të shku dhe cila është fuqia jote në raport me elektoratin. Kaq është puna e zgjedhjeve. Në qoftë se ti nuk ke siguri që do ta mundësh kundërshtarin, atëherë mendoj që është më mirë me u përgatit më shumë për një rast tjetër. Deputetja AK-s Time Kadriaj tha se kryeministri Kurti ka pasur kohë të mjaftueshme për të arritur marrëveshje politike për çështjen e presidentit. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, deputetja Kadriaj është e bindur se zgjidhja e vetme për të dalë nga bllokada janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. A është e gatshme AK të nisë negociatat për një president jo partijak? Ne kemi ftuar herën e kaluar për një kandidat konsensual. Nuk e di, ne i marrim vendimet në forumet e partisë, momentin që do të kemi një ftesë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, do të vendosëm se si do të zhvillohen, do të marrim pjesë në negociata, po megjithatë unë mendoj që
Ky proces është kontaminuar në fond dhe nuk ka zgjedhje tjetër për pas zgjedhjeve. Ka pas periudhë të mjaftueshëm Albin Kurti dhe partia në pushtet për të diskutuar, ka diskutuar në fakt, ka ftuar dy partitë opozitore, po është po që se kanë pas vullnetje në diskutimet. Ata ndoshta kanë menuar që duke dashur të eliminojnë zgjedhjet do e votojmë një kandidat për president nga rrollë televizijës vetëvendosje, gjë që nuk bëhet. Edhe unë përmendoj që vetëm alternativë tash janë zgjedhjet e jo ndonjë kandidat, sepse po të kishin dëshiruar të bëjnë zgjedhje televizja vetëvendosje me kohë kishin propozuar një kandidat konsensual dhe jo parti. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur kërkesave të fundit të faktorit ndërkombëtar në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Deputetja AK-s Albana Bytyqi tha se kryeministri Kurti nuk duhet të bëjë lojra me këtë temë, nga saj asociacionin e ka pranuar me marrëveshjen e Ohrit. Bisedën me deputetën Bytyqi e zhvilloi Valmir Hoti. Zonja Bytyqi, së fundi faktori ndërkombëtar ka shtuar presionin mbi qeverinë e Kosovës sa i përket dialogut, konkretisht edhe asociacionit. A mendoni se duhet të veprojë qeveria në drejtim të asociacionit? Është temë e pashmangshme për Kosovën? Spari mendoj që kryeministri Kurti në një farforme ka pranuar asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe mendoj që kryeministri Kurti nuk duhet të bëjë lojra. O ta pranon, o mos ta pranon. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mendoj që e pranon një asociacion me kompetenca ekzekutive dhe që e bën jo funksional shtetin e Kosovës. Po ju si ako jeni kundër këtij drafti BE-s që është do thotë si draft statut që të dërgohet, që po kërkohet të dërgohet në gjykatë? Ne si Aleancë kemi shprehë qëndrimet tona dhe normal që ne si Aleancë nuk jemi për një asociacion me kompetenca ekzekutive, sepse ne e dim që kjo shfrytëzohet më shumë me shumicë të komunave. Po ndërkohë, a mendoni që këto situata politike në një formë po bëhen për të shmangur obligimeve nga dialogu? Mendoj që qeveria Kurti ka qenë shumë neglizhente kohëve të fundit dhe që ka me funksionalizu me veprime dhe ka fuqizu asociacionin kohëve të fundit. Asociacioni komunave me shumicë serbe është pjesë e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit si nivelive të menaxhimit të komunitetit serb, e analisti politik Jeton Kelmendi thotë se një asociacion i tillë nuk duhet zbatuar. Kelmendi, së fundi faktori ndërkombëtar ka shtuar presionin mbi qeverinë e Kosovës, mbi Kosovën sa i përket çështjes së asociacionit si një obligim i marrë nga dialogu Kosovë-Serbi. A mendoni se duhet të veprojë qeveria në këtë drejtim sa i përket asociacionit? Konsideroj se qeveria ka përgatitur, ose lëvizja vetëvendosje që qeverisë me vendin e ka përgatitur një skenar të tillë me moszgjedhjen e presidentit, pastaj shpërbërjen që unë mendoj pa diskutueshëm krejtësisht brenda normave kushtetuese nga presidenti, pra shpërbërjen e parlamentit, pastaj dërgimi në gjykatën kushtetuese dhe po ashtu duket një skenario edhe në koordinim me gjykatën kushtetuese duke i dhënë kaq shumë kohë dhe çfarë ndodhi në këtë kohë pikërisht qeveria ktheu atë marsin e famshëm, pra dokumentat e Serbisë, pra në qytetet e Kosovës, pra mori një nga hapat që duket se ka filluar zbatimi i marrëveshjes më të keqe historike për shqiptarët të realizuar në Bruksel dhe po ashtu shtesa ose aneksi në Bruksel. Konsideroj se e gjitha kjo ka qenë një skenar dhe për të mos pasur parlament, sepse Kosova ndonë se ka parlament është i pezulluar pra deri me datën 29 të këtij muajit dhe e gjitha kjo ndodh për faktin se ai po do ta zbatojë dhe nuk do të ketë zëra kundër, pra kemi të bëjmë me një opozitë shumë të raskapitur, të lodhur dhe po ashtu me një shoqëri civile të fragmentarizuar, kemi të bëjmë pra me elemente parapolitike që çdo kush që e pengon në këtë maskarad lëvizje në vetëvendosje sigurisht se etiketohet, shahet, akuzohet, pra ka një breshëri akt akuza shtëpi secilin që nuk është në linjën e tyre. Kësaj pra Bashkia Ndërkombëtare me theks të veçantë, jo Bashkia Ndërkombëtare, po Bashkimi Evropian po i kërkon në një kohë kur ka edhe një lloj dualitetit edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova kësaj radhe thjesht është distancuar në një farë mënyrë, gjithsesi qeveria e Kosovës nga politika
qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ndodhi kur presidentja në ikje, zonja Osmani, u rreshtua me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkëtë qeveria me vendet e BE-s. Pra, atë marrëveshje të cilën e kishte premtuar Kurti tani ka filluar ta zbatoj. A mendoni se duhet veproj sa i përket asociacionit, ta dërgoj draftin e kushtetuese? Po, tashi, çka mendoj? Unë mendoj se marrëveshja nuk duhet realizuar. E marrëveshje që e ka bërë Albin Kurti është e dëmshme për Kosovën dhe unë e mira ose idealja do të ishte që Albin Kurti të shkojë në opozit dhe subjektet e tjera të krijojnë qeveri, sepse unë pres që të ketë zgjedhje dhe zgjedhjet duhet ndodhin brenda muajit, pra deri në fund të muajit Kosova të ketë qeveri, president dhe institucione dhe pastaj marrëveshjen të cilën e kishin bërë Thaçi dhe Mustafa, duke i korrigjuar ato statuti, pra kam fjalën, ato pikat të cilat binin ndesh me Kushtetutën e Kosovës, ai asociacion duhet të bërë, jo ky që parashef vetë menaxhimin, sepse i bie autonomi plus, dhe unë mendoj se kjo do të ishte ideale, por se çfarë do të ndodh është e vështirë të parashikohet, sepse kemi të bëjmë me një shumicë parlamentare e cila të gjithë resurset shtetërore i fut në blerje votash dhe gjithë makineria propagandistike me ndihmën e shërbimeve të caktuara të jashtme, pra po manipulon qytetarët e këtij vendit, po blen dhe thjesht po ndodh ajo që më së paku i duhet Kosovës. Pra Kosova ka shkon drejt një lloj federalizimit. Për fat të keq, atë që e thoshte Albin Kurti, bosnjizimi, tani realisht ky është duke realizuar. Nëse shikojmë një kronologji të veprimtarisë politike, çdo gjë që ka thënë Kurti ka ndodhur kundërta. Ka thënë se nuk ndodh pavarësia, ka thënë se nuk do të ketë çlirim, e ka kundërshtuar Ambujen, ka ndodhur. Ka thënë se nuk do të kemi ushtri, kemi ushtri. Tani që thot nuk do të, ka thënë se nuk negocioj me Serbinë, ka negociu. Ka thënë se nuk do të ketë marrëveshje, ka bërë marrëveshje. Pra është problem për të analizuar ose për të marrë me veprimtarinë e këtij njeriu i cili zakonisht që prej që merret me politikë të kundërtën e ka thënë dhe të kundërtën e ka bërë. Sjellim vazhdim edhe lajmin e fundit. Gjykata kushtetuese i ka dhënë afat shtesë dhe 34 ditë Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri. Kushtetuesja i ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryeministrit Albin Kurti në emër të qeverisë dhe atë të Arbrien Agafcit në emër të 30 deputetëve dhe ka konstatuar se dekreti i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit nuk prodhon asnjë efekt juridik. Gjykata ka konstatuar se deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës nga dita e hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi kanë 34 ditë për të zhvilluar dhe përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu ka konstatuar se në rast se kuvendi dështon të zgjedh presidentin brenda periudhës 34 ditësh, bazuar në paragrafin 3 të paragrafit 1 të nenit 82 shpërndarjes së kuvendit të Kushtetutës së Republikës Kosovës, kuvendi shpërndahet dhe përpasoj zgjedhjet e parakohshme për kuvend duhet të zhvillohen brenda 45 ditësh, ashtu siç përcaktohet me paragrafin 2 të nenit 66 dhe paragrafin 6 të nenit 86 për zgjedhjen e presidentit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Do të vazhdojmë me informacionet të tjera. Partia Demokratike e Kosovës kërkon ulje të mënjhershme të taksave për derivatet e naftës dhe masa tjera konkrete në mbrojtje të bujqve dhe prodhuesve vendor. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arben Mustafa në një konferencë për media tha se Kosova ka hyrë në një valë të re dhe të ashpër të rritjes së çmimeve. Ai tha se në situata të tilla qytetari dhe prodhuesit vendor kanë nevojë për dorën e shtetit. Kosova ka hyrë në një valë të re të rritjes së çmimeve. Pas rritjes së madhe të çmimeve që ndodhi që nga viti 2022, qytetarët e Kosovës tani po ballafaqohen edhe me një valë të re të ashpër të rritjes së çmimeve, e cila tani po nxitet kryesisht nga rritja e çmimit të naftës. Sot çmimi i naftës në Kosovë ka arrit në rreth 1 euro e 80 cent. Kjo është shumë, është e papërballueshme për vendin me të ardhurat më të ulta në Evropë. Dhe në një situatë të tillë, ekonomia ka nevojë për dorën e shtetit.
qytetarët kanë nevojë për mbrojtjen e shtetit kundrejt çmimeve që çdo ditë më shumë po gryejnë standardin e tyre të jetesës. Mirë po, ajo dorë e shtetit nuk po shihet, sepse ata që sot e qeverisin Kosovën janë po të njëjtit që kanë qeveris edhe në vitin 2022, kur lejuan që vala e inflacionit të shpërthente lirshëm pa asnjë reagim nga qeveria. Këtë po e bëjnë edhe sot, duke qëndruar spektator kundrejt një rritje të ashpër të çmimeve që po ndodh. Profesori i bujqësisë Ymer Rusinovci ka ngritur alarmin se çmimi i lartë i naftës që aktualisht po shitet në Kosovë do të ketë ndikim në shtrëngtimin e produkteve të tjera bujqësore. Rusinovci para televizionit Njës tha se ministrit përkatëse, qoftë ajo e tregtisë, qoftë ajo e bujqësisë, duhet të ndërmarrin masa në mënyrën që bujqit të mos blejnë naftën me çmimin e njëjtë, sikurse edhe qytetarët e tjerë, me që pasojat e kësaj do të reflektojnë në çmimet më të larta të produkteve vendore në muajt në vijim. Po është fakt se ndodhemi në fund të marsit, pra është ajo parapërgatitja për kulturat kryesore në pranverë që mbilën si që është misri, i cili përfshin shumë sipërfaqe kultivuese dhe në trendin e kultivimit në Kosovë është menjëherë pas grurit, pra kemë bëjmë me sipërfaqe të mëdha kultivuese, pastaj edhe kultura tjera pranverore, duke mos janë shkaluar edhe perimet të cilat përgatitjet kanë filluar më herët, por krejt kjo është me rëndësi të potencohet për faktin se sot ka rregullime të mëdha në berzën ndërkombëtare sa i përket çmimit të derivateve. Dhe kjo pa mjaftueshmëri e tyre, përkatësisht mungesë që posa lexova edhe në Gjermani, domethënë shumë pompat benzinit kishin mungesë serioze të rezervave të naftës, domosdoshmërisht që do të influencojë edhe në Kosovë, dhe para së gjithash kjo do të krijon shumë vështirësi tek fermerët dhe drejt për së drejti do të ndikon kosto më të larta të prodhimit për produktet kyçe, jetike, siç është ushqimi dhe suplementi që e shoqëron ato, që mbaren në mënyrë të drejtë për drejtë nga bujqësia. Në këtë situatë që ndodhen fermerët, sigurisht që janë të demotivuar, janë të dekurajuar, sepse është goxha sui generis që të blehet 1 litër naftë sikur për makinën luksoze që del njëri me pi kafe për qef, dhe sikur të përdoret për traktorin që është tash për mbillje, ose mund të ndodhë që nëse kjo vazhdon edhe kur të janë vjeljet përkatësisht prodhimet, që për sektorin e bujqësisë mendoj që duhet ketë lehtësira. Si do të kenë çmime qytetarët, me çata duhet punojnë ose Qeveria e Kosovës, në këtë rast Ministria e Bujqësisë, normalisht, ndoshta ish dashur mendoj seriozisht te politikat bujqësore, me qenë se për dallim prej politikave të sektorëve të tjerë, në bujqësi politikat janë shumë variabile, domethënë ndryshojnë nga momenti në moment, nga çasti në çast, nga sezoni në sezon, nga ariditeti në humiditet, nga transporti, nga furnizimi me derivate, sepse Kosova 100% furnizohet me derivate nga importi, domethënë këtë gjë din çdo kush. Dhe në situatat e tilla ndoshta zbutja e akcizës për derivatet të naftës për bujqësi dhe të TVSH do të ishte i mirë së ardhur, sepse ka shembuj të tillë në botë kur mund të bien dikon ndoshta në 8% nga sasia e përgjithshme që parashihet për taksë shtetërore, por ekskluzivisht që të jetë vetëm për bujqësi. Domethënë, ndoshta ish dashur që të krijohet një rezervë e naftës në një pompë të madhe të benzinës, 2 ose 3 sosh, në mënyrë që destinacioni i tij të jetë ekskluzivisht për sektorin e bujqësisë. Diçka të tillë do të mund të bëhej edhe për kohë relativisht të shkurtë, sepse gjitha prognozat janë që konfliktet në botë do të jenë goxha afatgjate dhe kjo drejt për së drejt ja atakon edhe ekonominë tonë dhe e minimizon përkatësisht të redukon prodhimin vendor. Aq më tepër ne do të kemi kosto më të larta të prodhimtarisë dhe do të mbaremi edhe më shumë nga importi, siç e kemi pas situatën në viteve të kaluara. LDK-ja po kërkon dorëheqjen e bordit të ZRE-s. Visar Azemi nga Lidhja Demokratike ka thënë se njësorët elektrik janë duke matur gabimisht rrymën. Në një konferencë për media, Azemi ka thënë se kanë bërë një ulëmtim për energjinë elektrike, ku si Mostër kanë përdorur mbi 800 njësor në Prishtinë dhe Ferizaj, dhe në bazë të këtij ulëmtimi kanë gjetur që rryma matet gabimisht dhe gjithmonë me të shtrenjtën. Ai ka thënë se 87% e njësorve që i kanë testuar kanë rezultuar që nuk e matin kohën siç duhet. Sipas tij, këtu flitet për mashtrim.
kam fillu e kam vrejt një anomali në një sort e energjisë elektrike, dhe pastaj kam fillu me bërë si hulumtim, dhe kam inspektu dhe kam hulumtu dikon rreth 900 njësor elektrik në zonat e Prishtinës dhe Ferizajt, prej cilve 87%, pra 87% të këtyre njësorve kanë rezultu që nuk e masin kohën ashtu si çdohet, pra kanë gabim. Dhe këto të dashur gazetar, të dashur qytetar, nuk po flasim për një gabim teknik, po flasim për një mashtrim ose manipulim sistematik, sepse mostra prej 884 njësorve, nga cilë 87% nuk është një rastësi, nuk përkojnë me kohën reale. Pra, koha në njësor, këtu për shembull është 07:55 minuta në mëngjes, koha reale është 3:26 pasdite. Çka ka ndodhur? Në momentin kur zyra regulatorit të energjisë ja aprovon tarifat, dhe ne kemi tarifën e dimrit dhe verës, kemi tarifën e ulët dhe shtrejt. Kem pas edhe thirrje madje nga qeveria Kurti, nga ministra Rizvanolli, që të kujdesemi për konsum të energjisë, ta shfrytëzojmë energjinë natën, të përdorim pajisjet elektroshtëpiake gjatë mbrëmjes në orën 10 e tutje, tu i mendu që kursejmë energji dhe kursejmë para. Dhe në realisht çka ka ndodhur? Ka ndodhur që i tërë ky sistem të rezultoj në një skemë të menduar, e cila i ka penalizuar qytetarët e Republikës së Kosovës, pra peshini. Ricardo Guterres nga Federata e Gazetarëve Europian tha se doli shqetësuar nga një takim që patën dje me kryeministrin Albin Kurti, ku shkoi për të diskutuar për klimën armiqësore ndaj gazetarëve. Guterres foli për këtë takim në një konferencë për media sot që mbajti misioni faktmbledhës i platformës së Këshillit të Evropës për sigurinë e gazetarëve, i cili ka shpalosur të gjeturat e punëtorisë dyditore me përfaqësues të medjave, ku sipas tyre liria e medjave është më keq se sa vitet e kaluara. Kryeministrin e kemi takuar dje, kemi biseduar 2 orë dhe prej pikpamjes sime, ndoshta më shqetësuesja si konkluz e këtij takimi me të ishte fakti që kryeministri s'po e njeh fare se ka parasysh fare këtë klimë armiqësore kundrejt gazetarëve. Përkundrazi, ai mundohej ta arsyetonte. Nëse gazetarët sulmohen, ndoshta është për shkak se ndonjëherë politikanët po ashtu sulmohen. Për mua ky është një prej gjetjeve më shqetësuese të këtij takimi, tha Guterres. Nga të gjeturat, misioni faktmbledhës i platformës tha se ka rënje të lirisë së medias në Kosovë. Një kronik nga arsimi, tabelat e mençura janë instaluar pjesërisht në klasat e shkollave të Prishtinës, duke ndryshuar mënyrën e zhvillimit të mësimit. Megjithatë, përveç përfitimeve, mbeten sfida në përgatitjen e stafit dhe krijimin e kushteve për zbatim të plotë të procesit. Vendosja e tabelave digjitale në shkollat e kryeqytetit po konsiderohet si një hap i parë drejt digjitalizimit të procesit mësimor. Në shkollën fillore të kryeqytetit e Minduraku, tabelat e mençura po mundësojnë edhe mbajtjen e mësimit në distancë përmes platformës SchoolMe. Sipas drejtorit Visar Osmani, këto pajisje po modernizojnë procesin mësimor. Është jashtëzakonisht efektive, ndihmon shembull punë në grupe, ndihmon në hulumtime. Tash kemi platforma, shembull kemi platformën SchoolMe, e cila jep mundësi që nxënësit të hulumtojnë për materiale mësimore, ruan materiale mësimore, domthonë është jashtëzakonisht e kuptohet mos me keq përdor, me pas një rregull, një rregullore rreth përdorimit tyre, është e jashtëzakonshme. Vendosja tabelave të mençura kërkon që mësimdhënësit të trajnohen për përdorimin e tyre. Mësimdhënësi i kësaj shkolle, Nuhi Dema, është angazhuar në përgatitjen e stafit. Tani që kemi në për të gjitha klasat, një pjesë konsiderueshme e mësimdhënësve veç i dinë, por një pjesë për tyre kanë pak probleme me teknologjinë dhe një farforme nuk është e vështirë të mësojmë sepse është, po mendoj, përdorimi i tabelës digjitale është e lehtë. Edhe shkolla Dardania është pajisur me tabela të mençura dhe po përdor platformën SchoolMe. Drejtori i kësaj shkolle digitalizimin e vlerëson efektiv, por thotë se ka dallime në përdorimin e pajisjeve nga mësimdhënësit. Nëse e marrëm emërtimin tipik, formë digjitale, unë mendoj që s'është ajo, mirë po smartboardin mësimdhënësit tonë e shfrytëzojnë për mënyra të ndryshme. Tu fillu prej
matematikës. Këtu kemi një laramani, sepse janë disa mësimdhënë që i përdorin jashtëzakonisht shumë, dhe i përdorin në mënyrën më të mirën e mundshme, po megjithatë janë edhe disa mësimdhënë që janë të shtyrë nga mosha dhe hezitojnë ndoshta pak. Drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Samir Shahini, tha se ende ka shkolla që kërkojnë përmirësimin e kushteve për digitalizim të plot, duke theksuar se bëhet fjalë për një projekt të kushtueshëm që përfshin edhe trajnimin e mësimdhënësve. Mirë, po aktualisht kemi shumë mbi 60% numrin e klasave të furnizuara me tabela. Flas për klasa që në Prishtinë janë mbi 1000 klasa ose rreth 1000 klasa individuale që kërkojnë tabelë digjitale prezente. Kemi disa shkolla që tashmë po i bëjnë 2 vite në tabela digjitale, sepse si proces është realizuar në fazë, është proces mjaft i kushtueshëm si investim, sepse tabela digjitale ka një kosto, po përtej kësaj ka një kosto të shpërndarjes së rrjetit, trajnimit të mësimdhënësve dhe të stafit të shkollës. E për drejtorin e Institutit Edgard, Rinor Qahaja, digitalizimi ndikon pozitivisht në arsim, por thekson se nevojitën ndërhyrje më të gjera për te tabelave digjitale. Tash digitalizimi tek neve për fatkeqësi është kufizuar në investime infrastrukturore vetëm. Ti sheh shkolla që na prezantohen si të digitalizuara veç pse kanë qasjen në internet, ose të tjera veç pse kanë kabinet informatikës. Po digitalizimi si koncept i përfshirjes në mësimdhënie shkon përtej saj. Në mbi gjitha është i kufizuar në digitalizimin në mësimdhënie. Procesi i digitalizimit në shkollat e Prishtinës ka filluar që nga viti 2024 si pjesë e përpjekjeve për modernizimin e sistemit arsimor dhe për afrimin me praktikat bashkëkohore të mësimdhënies. Krejtësisht në fund ju sjellim edhe një herë lajmin kryesor të ditës, ku gjykata kushtetuese i ka dhënë afat shtesë dhe 34 ditë Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri. Kushtetuesja i ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryeministit Albin Kurti në emër të qeverisë dhe atë të Arbrien Agafcit në emër të 30 deputetëve dhe ka konstatuar se dekreti i presidentës Vjosa Osmani për shpërndarje të Kuvendit nuk prodhon asnjë efekt juridik. Gjykata ka konstatuar se deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës nga dita e hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi kanë 34 ditë për të zhvilluar dhe përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu ka konstatuar se në rast se Kuvendi dështon të zgjedhë presidentin brenda periudhës 34 ditëshe, bazuar në nën paragrafin 3 të paragrafit 1 të nenit 82 që ka të bëjë me shpërndarjen e Kuvendit të Kushtetutës së Republikës Kosovës, Kuvendi shpërndahet dhe përpasoj zgjedhjet e parakohshme për Kuvend duhet të zhvillohen brenda 45 ditësh, ashtu siç përcaktohet me paragrafin 2 të nenit 66 zgjedhja dhe mandati dhe paragrafin 6 të nenit 86 që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Aktgjykimi ka hyrë në fuqi më një herë pas publikimit sot. Këto ishin gjitha materialet përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që ishit me ne, miru pafshim.